Të dashur aktivist, opozita po e kërkon pushtetin duke bllokuar progresin. Kjo është sikur të kërkosh të bësh kapiten i anijës duke ja shpuar fundin asaj. Ata refuzuan të votojnë gjatë vitit 2025 kryetaren e parlamentit Albulena Haxhiu. Refuzuan të votojnë për Glauko Njufcën, njeriun e dytë më të votuar në historinë e Kosovës. Kuptohet, për mua refuzojnë gjithmonë, nuk duan të më shohin me sy, dalin televizionet e tyre për të thënë se si unë u dashka të eliminohem me çdo mjet. Refuzuan të votojnë, qysh e dini, edhe për 1.1 miliard euro marrëveshje ndërkombëtare dhe quan vendin në ato zgjedhjet e kaluara, refuzuan buxhetin, refuzuan rritjen e pensioneve, tash na i humbin 10 milion të mbështetjes nga bashkësia ndërkombëtare, përveç atyre mbi 10 milion për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Shtrohet pyetja, pse? Bindja ime e fuqishme është se qëndrimet e tyre vijnë nga frika. Frika e tyre nga fitoria jonë është më e madhe se dashuria e tyre për vendin. Më të madhe e kanë frigën e urrëtitjen ndaj nesh, se sa atë dhe dashurin për Republikën e Kosovës. Vetëm se nuk pranuam pazaret e oligarkëve, ndarjet e terminaleve doganore dhe postet e ambasadorëve. Ata u bashkuan të gjithë kundër nesh, PDK, LDK, AK dhe lista serbe. Jo për të ndërtuar shtetin, por për të rikthyer atë në burim privat pasurimi. Përballë këtij fronti të errësirës, ne me dritën e Naimit apo dhe me dritën e Sokratit i themi popullit, nuk ka kthim prapa, ka vetëm ecje përpara. I keni dëgjuar pa numër herë teksa thonë Kurti po e izolon Kosovën. Unë nuk përgjigjem, Kosova kur nuk ka qenë më e pranishme dhe më e mirë pritur në kancelarit e botës se sa tani. Të përfaqësuar me dinjitet në nivele më të larta se çdo herë tjetër, teksa jemi në udhë të mbar, madje edhe me vendet mosnjohëse për njohje të reja, por edhe për integrimet evropiane e euroatlantike. Nëse vërtet doni të gjeni ndonjë izolim, po, jemi të izoluar nga korrupsioni. Jemi izoluar nga pazarllëqit e natës, po. Jemi izoluar nga krimi organizuar, po. Por jemi të hapur ndaj vlerave, jemi të hapur ndaj dinjitetit, jemi të hapur për punë dhe për bashkëpunim. Edhe nga opozita kërkuam bashkëpunim për presidentin, për ata nuk na e ofruan asnjë emër. Apo edhe kur flisnin për ndonjë emër, nuk e ofruan asnjë nënshkrim. Apo kur edhe i treguan disa nënshkrime, nuk ishin nënshkrime për ndonjë emër. Hapjes son ata ju përgjigjen me bllokim e vetëm me bllokim. Prandaj edhe quhen bloku opozitar.